Selamu alaikum, thot në sqarim rreth hadithit pejgamberit alayhis salam, të vërtetën merr edhe prej pabesimtarëve, në qoftë se nuk është në kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin. Shiqoni, do thotë e vërteta është e vërtetë. Nuk ka rëndësi është për besimtarëve apo jo besimtarëve, kupton. Haki është hak. Do thotë kushdo që e thot apo kujton hakin, do thotë do të me morr. Ka raste kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pranuar hakin për kujna edhe prej shejtanit alayhi lane, i cili gjithmonë fol veç keq. Është një hadith shumë interesant apo këton, që një herë do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lënë njërin prej sahabeve për me i rujtën hurmat e muslimanëve. Edhe ki si rojtar po i shef se hurmat po pakohen. Edhe një ditë thotë masi po pakohen dikush me siguri po i vjedh. Edhe vendos apo këton me i rujt. Edhe kur e run e zën. Ka e zën shejtanin alayhi lane, i cili po i vjedh hurmat e muslimanëve. E i thot xuna thot të e vjedh ka me qute pejgamberi alayhis salam. Thot po të baj thot be thot që mon nuk vjen asnjëherë, a ban me mshu. Edhe lishon ki, se muslimani zakonisht është me mëshira këta. Kur të nesit përsëri vjen. Edhe kur vjen apet përsëri thot po ne that dje thot lishova tash apet ke ardh çka po bëjna, thot sot veç ka me çu. Përsëri apet thot jo naton keton apo ton jam mushmenin e shlon. Ditë natën e tretë përsëri vjen me vjedh hurma, dhe kur vjen e kap, edhe kur e kap apo këton thot ngothat. Po ta mësoj thot një mësim që nëse e thue, apo këton Zoti të mbron prej meje, edhe nuk mundet më kurkush marr me të vjedh hurma. Çka? Thot lexoje tasbidohun. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Atëherë e shlon edhe shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot e zuna shejtanit të i vjedh hurma. Edhe e shlovat para natë edhe dytë natë, e në tretë natë e vendosa me prunë, thot, ta mësoj një ilëm, që ka Zotit mbron prej meje, më tha, nëse donë me mbrojt, me lexue të spidovën, dhe thot fjallën Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, e thot, e leshova. E i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadaqaka wa huwa kadhub, ta pas ka thonë të vërtetën, ama dush me ditë që rëndës ashtë ai. Kapton? E ka dhe njëherë rëndësi, si rëndës, si kush ka në këtë rast shejtani, në këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai është do thot pabesimtar, është rëndës, ama në këtë rast e ka kallëzuar të vërtetën. Ashtu që nëse një pabesimtar do thot bjen një zbulim shkencor, i cili zbulim shkencor do thot mbështetet në fakte, apo e tregon do thot një teori, e cila teori do thot i ka argumentet e veta, apo e thot një mësim, apo një dituni, e cila dituni do thot është e drejtë dhe e vërtetë. Do thot ne si besimtar, si muslimanë kemi për obligim me marr do thot atë urtësi, apo atë dituni, apo atë hak prej tina. Pse? Se është në një thonje në të cilën thot el hikmetu dalatul muslim. Thot urtësia është një sen çka është e humbur, urtësia. Thot ejne wajadaha falyakhudha. Kudo që e gjon le ta merr. Ashtu që do thot ne si musliman duhet me qenë njerëzit të mençëm edhe me lip urtësinë. Kudo që e gjojna urtësinë, prej kujna do që e gjojna, do thot do të me morr, por do thot do të me analizu ata. Me këshirë do thot a është për një me e urtë apo nuk është e urtë, për një me është e vërtet apo nuk ka e vërtet, për një me është hak apo nuk është hak, mos më konë veç që shme thonë copy paste. Edhe masanena pale se çka del atje, por do thot do të me morr ata dhe me analizu një herë.